Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Flasim si fëmijë. Unë jam Asja dhe sot kam kënaqësinë që sot të kem disa të ftuar shumë të veçantë në studion tonë, nga shkolla Beslidia në Lezhë. Ata janë Kevin Shtifni nga klasa 8 dhe Amelia Gazulli nga klasa 7. Edhe pse sot kemi vetëm 2 prej tyre, ata janë pjesë e një grupi shumë të madh aktorësh që përfaqësuan shkollën Beslidia në festivalin e teatrit. Me dramën Gjaku i Arbërt, ata arritën të marrin vendin e parë në Bashkinë Lezhë. Gara vazhdon ende dhe ne jemi shumë kurioz të zbulojmë më shumë nga kjo eksperiencë. Por sot nuk do të flasim vetëm për teatrin, do prekim edhe tema nga jeta e tyre si nxënës, shoqëria, ëndrat dhe për të ardhmen. Fillimisht t'ilem pak hapësirë të ftuarve që të përshëndesin. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë për ftesën. Fillojmë duke folur për eksperiencën tuaj në teatr dhe këtë sukses të bukur që ju patët. Si u ndjehet kur mësuat që do të merrni pjesë në festival? Unë ndjem shumë të lumtur sepse ishte një rrugë për një eksperiencë të re. Lumturia jonë ishte pa mas shumë e madhe. Kevin, si u përzgjedhë ti si pjesë e grupit të aktorëve? Atëherë, si fillim, Zysha Alketa erdhi në klasë tonë dhe na tha që na duhet një për aktrim të një drame shumë të madhe dhe na duhet një aktor shumë i mirë që është Bejkani. Po ti, Amelia? Në fakt, Zysha Alketa dinte që unë kisha një qef të madh dhe për të marrë pjesë në një dramë dhe kështu që ajo më kishte parasysh për të më vënë në rolin e Rinës, që ishte një rol shumë i bukur dhe një nga rolet kryesore. Sa i madh ishte grupi juaj në total? Ishte diku te 14-15 veta, nuk e di eksaktësisht. E si ishte bashkëpunimi juaj me pjesën tjetër të aktorëve? Bashkëpunimi jo në pjesën tjetër të aktorëve ishte shumë e mirë, ne bashkëpunuam gjatë rrugës gjithë kohën. Amelia, si ishte përgatitja për dramën Gjaku i Arbërt? Përgatitja ishte pjesa më e rëndësishme sepse kemi punuar intensivisht për pothuajse 2 javë për të realizuar këtë dramë, sepse kishte nevojë për shumë emocion, për lëvizjet dhe ishin me përkushtim të madh. Po për ty, Kevin, si kaloi kjo periudhë e përgatitjes për këtë dramën? Ne gjatë kohës së përgatitjes dramës ja kaluam shumë mirë. Çfarë kemi bë? Kemi eksploru, kemi bër prova gjatë kohës që na u deshtën shumë për gjëra që nuk kishim mësuar. Sa kohë zgjati përgatitja juaj si grup? Sa orë në ditë rini duke bërë prova? 2-3 orë në ditë për pothuajse 2 javë, siç e thash dhe më përpara. Dhe kjo kohë ishte i limituar sepse njoftimi për këtë shfaqje nuk ishte shumë përpara shfaqjes. Kevin, a kishit momente kur nuk ishit dakord me njëri tjetrin ose linte ndonjë debat i vogël? Jo, në fakt, ne gjatë kohës ja kemi kaluar shumë mirë bashkë dhe kemi bashkëpunuar si grup. Si u ndjevet Amelia kur dole në skenë përballë publikut? Me thënë të drejtën kisha shumë emocion se mos harroja ndonjë pjesë, por për fat të mirë nuk harrova gjë dhe të gjithë kishim një bashkëpunim shumë të madh dhe drama u realizua në një mënyrë shumë të bukur. Po për ty, Kevin, se ti ke qenë pjesë edhe Pallatit 176, po këtë radhë si ishte për ty? Në fakt, kësaj herë ishte pak pa stres, sepse nuk ishte as shumë njerëz, por kishte edhe pak stres, ishte juria. Por në krahasim me Pallatin 176 është më pak stres dhe më pak frikë. Sipas mendimit tënd, Kevin, si reagoi juria për dramën tuaj? Sipas mendimit tim, juria në fakt ishin shumë të kënaqur me përgatitjen tonë edhe me gjërat që kemi bërë. Gjithashtu mendoj se edhe juria ka ndjerë emocionin që kishte ajo pjesë, kjo dramë, sepse ishte një dramë emocionale dhe të vënë në vendin e tyre, domethënë që të imagjinosh sikur je në vend të aktorëve dhe ta imagjinosh me të vërtetë atë dhimbje që përfaqësonte Gjaku i Arbërit. Si festuat faktin që morët vendin e parë? Ne festuam në mënyrë jo shumë të madhe, por në mënyrë shumë gëzuese. U hodhëm gjithkund, përqafuam njëri tjetrin, u hodhëm në ajër, çfarë kemi bë? Tani le të ndalim pak tek përjetimet tuaja personale në këtë eksperiencë. Çfarë roli kishte secili prej jush në këtë dramë? Unë kisha rolin e Rinës, i cili ishte një nga rolet kryesore. Kishte një ndikim emocional shumë të madh dhe unë me thënë të drejtën jam kënaqur shumë që e kam pasur këtë rol sepse më ka pëlqyer shumë si rol. Unë kam pas Ujkanin, gjithashtu një nga rolet kryesor. Unë mendoj se Ujkani ishte si personaliteti im, edhe më ka pëlqyer shumë roli i Ujkanit dhe falenderojmë Zyshën që na ka përzgjedhur këtë.
A ndjeve veten të lidhur me personazhin tënd, Amelia? Po, sigurisht që unë ndjeva e lidhur, sepse një aktor me personazhin që do karakterizoj duhet ndjehet i lidhur që ta përfaqësoj me shumë emocion. Dhe duhet të vëj veten në këpucët e tij, që ta imagjinoj veten si në atë situatë. Po, si që thash me para, ai ishte si personaliteti im. Cili ishte momenti më emocionues gjatë shfaqjes për ty, Kevin? Momenti më emocionues gjatë shfaqjes ishte kur morëm vesh që fituam, edhe u kënaqëm shumë. Po për ty? Gjithashtu dhe ashtu unë mendoj. A kishit ndonjë frikë para se dilit në skenë, ndonjë gjë që ju kishte ngelur merak? Po, pa tjetër, sepse kisha do pjesë të dialogu, sepse unë në rol kisha rreth 3 paragrafe që ishin vetëm të mia, dhe kisha frikë se mos ngatrohesha, po fatmirësisht nuk u ngatrova. Po, gjithashtu edhe unë kisha frikë që do harroja ndonjë pjesë, nuk do dilja në kohë, do ngatroja ndonjë vend. Gjithashtu unë kisha për të ndruar veshjen për rreth 1 minutë, dhe duhesha të futesha shpejt e shpejt, të ndrohesha dhe pastaj kisha frikë se mos nuk dilja në kohën e skenë. Në fund ajo dolja? Po, sigurisht. Si ndihmuat njëri tjetrin gjatë provave? Atëherë, ne ndihmojmë njëri tjetrin gjatë provave duke bërë prova me njëri tjetrin, duke ndihmuar për ta mësuar edhe për ta, po, kaq. A ka ndonjë aktor nga grupi që ju ka impresionuar më shumë? Ester Pulaj dhe Eni Zefi më pëlqyen shumë se si kishin bërë rolin e tyre, sepse edhe roli ju shkonte me aftësitë e tyre aktruese. Po, mua më pëlqeu Emanueli si aktroi plakun e urtë, edhe ai hyri shumë në rol dhe e mori me qetësi. Përveç teatrit, ju jeni edhe nxënës me përgjegjësitë përditshme që kemi të gjithë. Si balanconi shkollën me provat dhe aktivitetin? Duke menaxhuar mirë kohën, duke i balancuar të dyja pak a shumë. Po, A është e vështirë që ta bësh këtë balancim? po, është në fakt pak e vështirë sepse duhet mi mësu të dyja, duhet mi mësu gjatë kohës, duhet i kemi të përgatitura. Cila është lënda juaj e preferuar në shkollë? Me thënë të drejtën, më pëlqen matematika sepse jam shumë e mirë në të. Dhe gjithashtu më pëlqen dhe arti pamor, sepse kam një talent për pikturë dhe më pëlqen e kam si hobi. Po, mua më pëlqen anglishtja sepse jam shumë i mirë në anglisht, por gjithashtu më pëlqen edhe fiskultura, sikur çdo fëmijë tjetër. Amelia, me që the që merresh me pikturë dhe me piano, mund na tregosh pak mbi këto dy pasione? Po, pa tjetër, në pikturë kam marrë pjesë në ekspozitën në Kryqëzit e Kuq në vitin 2025, gjithashtu kam marrë çmim të parë në pikturë, që kishte lidhje me 28-29 nëntorin dhe kam marrë në vitin 2025 në nëntor. Isha shumë e lumtur për këtë arritje, sepse ajo pikturë kishte kërkuar shumë përkushtim. Gjithashtu në piano kam marrë një çmim të dytë në EPTA Tiranë, që ishte pjesë dyshe që e kisha bërë me zyshe. Dhe jam pas kënaqur shumë që kisha marrë atë çmim. Dhe gjithashtu kam marrë edhe një çmim të tretë në gjëra klasika. Po ajo lëndë që duket më vështirë ose ndoshta nuk ju pëlqen aq shumë sa të tjera? Qytetaria nuk më pëlqen shumë si lëndë, sepse me thënë të drejtën më duket pak e mërzitshme, sepse janë tema që ne kemi trajtuar me vite, çdo vit shkollor, nga klasa 5 janë pak a shumë të njëjta tema dhe prandaj nuk më duket shumë interesante. Mua nuk më pëlqen matematika sepse unë mendoj se është shumë e lodhshme, e mërzitshme, lodhesh shumë duke e mësuar. Si ju kanë mbështetur mësuesit në këtë rrugëtim gjatë festivalit të teatrit? Gjatë këtij rrugëtimi, mësuesit kanë qenë krau i djathtë jonë dhe ata na kanë ndihmuar shumë gjatë rrugës për ta mësuar dhe për të na përgatitur për shfaqjen. A ka pasur ndonjë mësuese ose mësues në veçantë që ju qëndroi më afër, përveç Zysh Alketit që ju kanë ndihmuar gjatë përgatitjes? Jo, me thënë të drejtën. Jo, vetëm Zysh Alketa. A mendoni që aktivitetet si teatri duhet të jenë më të shpeshta në shkollë? Po, patjetër, sepse janë një oportunitet që nxënësit të shprehin talentet e tyre, dhe për shembull si teatri, arti dhe këto lloj gjërash, domethënë shprehin nxënësit talentin e tyre dhe munden të shprehin veten. Si reaguan shokët dhe shoqet tuaj për këtë arritje? Shokët edhe shoqet e mi, veçanërisht ata u lumturuan shumë. Në fakt, ata u gëzuan dhe unë i falenderova ata. Po, dhe gjithashtu edhe miqtë e mi u kënaqën shumë për arritjen e shkollës sonë. Amelia, çfarë është arti për ty? Mendoj se arti është një gjë shumë e rëndësishme,
dhe është një formë që njerëzit të shprehin veten dhe talentin që ata mund të kenë. Cila formë e artit të pëlqen më shumë ty Kevin? Muzikë, aktrim, kërcim, pikturë? Në fakt, mua më pëlqejnë dy nga ato, është aktrimi dhe vallja. Mua më pëlqejnë shumë se edhe jam i mirë më to, por edhe kam pak eksperiencë gjithashtu edhe me zysh alketen, duke kthyer për shkollën edhe për të. Po për ty Amelia? Mendoj se piktura dhe aktrimi janë dy prej tyre që mua më pëlqejnë shumë. A mendoni se çdo njeri ka një talent artistik? Po, unë mendoj se çdo njeri ka një talent artistik, çdo njeri ka diçka që është i mirë dhe ka pasion që ta bëjë atë gjatë jetës së tij. Dhe unë mendoj që çdo njeri e ka një pasion artistik, thjesht duhet të pak mund për ta gjetur, ose ndonjëherë thjesht është në sipërfaqe dhe është e lehtë për ta gjetur. Si mund të inkurajohen më shumë të rinj të merren me art? Për shembull, duke u futur në një kurs, duke i angazhuar mësuesit në shkollë. Prandaj është edhe e rëndësishme që shkollat të kenë kështu klube aktrimi, klube pikture, që çdo nxënës ta ketë një oportunitet. A mendoni se arti vlerësohet nga publiku vendas? A mendoni se një person që merret me art i kushtohet aq shumë rëndësi sa duhet? Po, unë mendoj se një njeri ju kushtohet shumë diçkaje që don ta bëje dhe don ta vazhdoje gjatë jetës së tij. Mendoj se këtu në Shqipëri arteve, personave që pikturojnë, që bëjnë poezi, nuk mendoj se ju kushtohet mjaftueshëm rëndësi, dhe pra ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe t'ju kushtojmë më shumë rëndësi. Nga se mendoni se vjen kjo jo interes i shoqërisë ndaj artit? Sepse me thënë të drejtën mbase nuk është shumë e normalizuar dhe njerëzit nuk janë mësuar shumë me art. Po, unë mendoj se njerëzit dhe populli nuk ju përkushtohen shumë asaj gjëje. Nëse do zgjedhit një formë arti për të ardhmen, cila do të ishte dhe pse? Mendoj mbase aktrimi, sepse është diçka shumë e bukur në mendimin tim. Kjo. Po, edhe unë mendoj që aktrimi, sepse për mu unë jam i pasionuar shumë pas aktrimit dhe më pëlqen shumë që ta vazhdoj gjithë jetën. Po, dhe nëse do vazhdoni për shembull, të jesh aktor ka edhe një pagë shumë të mirë, dhe në çdo rol përshtatet me aktorin. Tani do të flasim pak për shoqërinë dhe kohën jashtë shkollës. Sa e rëndësishme është për ju që të keni një grup të mirë shoqëror? Është shumë e rëndësishme, sepse po të merresh me një shoqëri të gabuar, po të jesh në një shoqëri të gabuar, bërë si to. Nëse je në një shoqëri të mirë, atëherë gjithashtu ti bëhesh dhe më i mirë, përmirësohesh. Shoqëria gjatë jetës të ndihmon shumë për të t'i kaluar problemet të ndryshme të jetës. A keni krijuar miqësi të reja përmes teatrit? Me thënë të drejtën, jo shumë, sepse ato persona që kam qenë në prova, në teatr, i kam pas njoftur dhe më parë, kështu që nuk është se kam njoftur ndonjë person të ri. Po, në fakt, unë kam bërë shumë shoqëri, sidomos në këtë dramë Gjaku i Arbrit, por edhe në Pallatin 176. Si e kaloni zakonisht kohën e lirë? Në kohën e lirë më pëlqen të lexoj ndonjë libër, mbas edhe të shoh ndonjë film. Gjithashtu më pëlqen dhe t'i bie pianas. Po, mua më pëlqen që të bëj shumë sporte, sidomos judo. Më pëlqen që të eksploroj vende të reja, më pëlqen që të lexoj libra edhe të bëj detyrat. Kevin, ti the që merresh me sport dhe sidomos me judo, mund na tregosh pak mbi këtë? Po, atëherë, unë merrem me sportin e judos, kam 5 vite që merrem, jam marrë me kampionate të ndryshme dhe ato janë atëherë. Në mars të 2026 kam shku në një kampionat nënkombëtar dhe kam dalë në vend të dytë në Shqipëri. Ndërsa kam bërë edhe 2 kampionate të tjera. Tjetra ka qenë në vitin 2023, por fatkeqësisht dolëm vend të tretë. Dhe kampionati i pari i kret ka qenë më stresuesja dhe unë pata shumë frikë edhe humba, dola në vend të katërt. Dhe shpresoj që në judo të shkoj sa ma larg e ma larg. Si ndikon teatri ose a mendoni se ndikon teatri në mënyrën se si ju komunikoni me të tjerët? Me thënë të drejtën nuk mendoj se ndikon shumë, sepse teatri dhe karakteri i një personi janë dy gjëra shumë të ndryshme.
Po, unë mendoj se ndikon shumë në fakt, sepse ndihmon në zhvillimin e trurit, por edhe gjithashtu në zhvillimin e të folurit të njerëzve. A mendoni se rrjetet sociale e ndihmojnë apo e pengojnë shoqërinë, zhvillimin në këtë moshë që jemi ne? Unë mendoj se në fakt edhe i ndihmojnë, por ndonjëherë edhe i pengojnë, sepse ka domethënë njerëzit mund ta shprehin veten në rrjetet sociale, mund të mësojnë gjëra të reja, mund të ndajnë eksperjenca, por dhe ka për shembull bullizime dhe gjëra të këqija, kështu që ka dy anë. Po, edhe unë mendoj që i ka të dyja, sepse ndihmon për probleme të ndryshme, ndihmon për probleme në shkollë, por gjithashtu, nëse rrin shumë në të bën jo zhvillimi i trurit, jo zhvillimi i trupit, domethënë ndikon në të dyja. Tani do kalojmë te disa pyetje pak më të lehta, ndoshta edhe pak më gazmore. Kush nga grupi i teatrit për dramën Gjaku i Arbërit ishte më harraq? Me thënë të drejtën, gjithë kishin kujtesën e mirë, nuk është se kishim ndonjë harraç. Po, e vërtet. Kush ishte më serioz gjatë provave? Më serioz i gjatë provave ishte Emanueli, që ishte plaku i urt, ai merrte gjërat seriozisht edhe ishte i përkushtuar në punë. Po ai ose ajo që bënte më shumë shaka? Këtë pyetje do e lejmë Kevinit. Ai ose ajo që bënte më shumë shaka ishte prap Emanueli ose Invi, që kishte dhëndrin. A ka ndodhur ndonjë moment qesharak ose kur dikush bëri ndonjë gafë gjatë shfaqjes? Po, ka ndodhur në fakt, ka ndodhur me mua që ishte të na pas zysha për prova edhe ngatrova një fjalë. Isha të fol shumë shpejt. Ngatroj shumë keq atë fjalë. Thash kofomat, kisha me thënë kufomat. Nëse do të bënit një film, çfarë zhanri do zgjidhni? Mbase dram, duke bazuar nga Gjaku i Arbërit, por mbase edhe komedi. Unë kisha zgjedhur aksion, sepse më pëlqejnë shumë filmat aksion. Kevin, si ka ndikuar kjo eksperiencë në vetbesimin tënd? Kjo eksperiencë ka ndikuar shumë më mirë, në fakt, më ka ndihmuar që të kem vetbesim gjatë kohës në shfaqje, që të kem vetbesim kur jam duke me pa shumë njerëz. Po ti Amelia, çfarë ke mësuar më shumë nga kjo eksperiencë? Kam mësuar që me përkushtim dhe me punë të vazhdueshme mund të arrihet gjithçka. A keni dëshirë të vazhdoni me aktivitete të tilla në të ardhmen? Po, patjetër, di ishte shumë qejf. Po, edhe unë mendoj që shpresoj që gjatë kohës do ta vazhdojmë edhe më shumë, edhe që gjatë kësaj kohe të marrim një të ardhmen shumë të mirë. Në fund le të flasim pak për planet dhe mesazhet tuaja. Çfarë ëndrash ke për të ardhmen ti Amelia? Me thënë të drejtën, unë kur të rritem kam qejf shumë të futem për mjeksi, sepse unë kam shumë qejf gjithashtu dhe lëndën e biologjisë, dhe gjithmonë edhe kur kam qenë e vogël e kam pasur qejf. Edhe unë, mua më pëlqen që të vazhdoj për inxhinieri mjedisi në Tiranë dhe që të kem një të ardhmen shumë të mirë dhe një shkollë shumë të mirë. A ka pasur ndonjë moment ku e keni parë veten në skenë në të ardhmen, si një mundësi tjetër për profesion? Po, kur kam qenë i vogël, kam shpresuar që në të ardhmen të jem një aktor shumë i madh. Po, dhe mua do më pëlqente, po nuk e dija rrihet dot. Çfarë prisni nga fazat e tjera të garës të festivalit të teatrit? Shpresojmë që të kemi sa më shumë fitore. Po, gjithashtu sa më shumë fitore. Çfarë do t'i thonin pjesë tjetër të grupit tuaj që nuk është këtu sot? Unë do t'ju thoja që të kenë vetbesim edhe që ta fitojmë këtë gjë. Po një mesazh për nxënësit që duan ta provojnë teatrin ose një lloj arti tjetër, po thjesht kanë frikë që të ndjekin pasionin ose ëndrrën e tyre. Çfarë do t'ju thonin atyre? Mendoj që do t'ju thoja që mos të kishin frikë, të kishin vetbesim në vete dhe një kuraje për të vazhduar përpara. Po, edhe unë mendoj që të ndjekin ëndrat e tyre dhe ta kenë si pasion, edhe që të mos kenë frikë, edhe vetëm vetbesim. Po, dhe mos të ju interesoj shumë se çfarë mendojnë të tjerët. Po. Sa ardhët mishë të shuar, ardhë zbukuron palatin tim. Verë, nektar të rretën kryesat tona. Zonja me ndarbi vin miq, 2 mosha, 2 virtyte, kujtësia dhe rinia. Ju mirë se ardhët, sa do gëzohet, nusja jonë. Si që gëzohemi dhe ne, zonja me, urdhërojnë. Mirë si u gjedë.
Urdhëroni miq të nderuar, sot është një ditë e madhe, një ditë feste. Porina, pse nuk ka dalë që të na pres? I gjalli me të gjallë, të vdekurit mes të tyre. Pas ka vdekur Porina? Jo, djalë, tek ne jeton e rrethuar me drita verbuese. Vërtet, zonja, ku është Rina? Shërbëtorët po e veshin. Çdo pritje e ka dhe një rrob. Dhe çdo pritje e ka një kufi. Çdo të thotë kjo, Zakonet e arbit, zonja Mem, se ne mendojmë se kohën e kemi në dorë. Jo, miq, koha nuk pret. Çme që ke shtanë të bje? Malli gufon nga sejtë. Ujtar, vëllaj vëllim zëvërti, të farë. Mirë që në gjetë të motëri. duket se mallja që madh nuk qenka. Derisa nga të 9 vëllezërit asnjëri nuk erdhi të shihte vetëm me notër. Malli që maj madh se mali, dhe arsyeja ma madhe sa ta. Vërtet, zonja Mem, në arbër bëhet luftë, derdhet gjak dhe vdesin gjithë të rinj. Kjo lodër që quhet luftë virim, sikur i pëlqen arbrit. Po, zori, por nuk na pëlqen kur armiqt hedhin zarë në tokat tona. Të mbrosh lirin dhe tokën e quani lodër zonë. Kur isha fëmijë, kam dëgjuar se edhe gratë flasin harrat tek ju. Ngrini gotat. Po, vini gotat. Jo, me bar puna se gazi. Ne nuk ju kemi premtuar asgjë. Kështu që ju mund të ikni. Atëherë, ne po ikim. E o e kanë. Si ta kuptoj këtë guxim në zonjës? Skullavi për këdejër. Ja çfarë ju. I qullët, i flakës me duza tregtarin ndyrë. Që fjallën e shkejt ballskuqëre që nderë besi shet për një koltuk. Ti guxon? Në shumës me flisni o sklavë. Ku janë fjallet e bukura të dasës, e ergabitet për bejse me qësi. Nuk e shifni lumin ku jetoni, kur manteli në nëse o zësi. Vini vendin tim të përgjaku pandim. Po si të mbar toka për përdridhën në Afrikën gjyrës lukë. Po ti më i sonjë e madhe. Qërtësia pa drejtësisht të quaj të plakë. Mos më shiko ashtu, si ndë një fitimtare. Si asgjë tjetër, veç se një kryes slave. E mjera, për fakti. Merre këtë shami dhe fshi jargët e fyrjes që faqe po ju rrjedhin. Zonja Mem, Dhe pastaj vrite. Nën! Vrite po të Vrit them. mos plak! Vëndër! Ula armën po të thëmë, Shkërkon që dua djalë. ka marrë të shpëtën nga mëkati i krimit. E guximit e marrit. Rojet tuaja dhe me vrasin, por jo pa shkelur në kufonat tuaja. Motëri, mbaj me në fjallët e mira, në veç e shëndet. Ndër shpresë. Ah, familja. Por sa vlen kjo, kur mërzia dhe mallet përplasin nga bregu në breg. Pres, fjallën dëndo. Besa me jetjet. Ishte një bisedë shumë e bukur dhe frymëzuese me ju sot. Ju falenderoj që ndat me në eksperiencën tuaj dhe emocionet nga ky rrugtim në teatr. Suksesi juaj është një shembull i bukur i punës në grup dhe pasionit për artin. Ju urojmë shumë fat në fazat e ardhshme dhe shpresoj të arrini sa më lart. Faleminderit Kevin dhe Amelia që erdhët sot në podcastin ton. Shumë faleminderit dhe ty për ftesën, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Po, faleminderit gjithashtu edhe prej meje. Një eksperiencë shumë e bukur dhe një oportunitet shumë i mirë.
Gjithashtu, dua të bëj një përshëndetje për profesor Altin Përgjergjin dhe klubin dhe stërvitjen e tij Judo Beslidja. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Mos harroni të na ndiqni për episode të tjera interesante. Çdo të mërkurë në orën 6, si dhe në Instagramin ton Flasim si fëmijë. Mirupafshim.